Horoskopi ditor e shtunë 28 qershor 2025. Dashi, më në fund një ditë ashtu si ju e keni dëshiruar. Nuk do të keni as probleme dhe as debate me atë që dashuroni. Nëse jeni beqar, yjet kanë mundur t'ju bëjnë një surprizë. Bëhuni gati dhe emocionet që do të përjetoni do të jenë të mëdha. Në sektorin financiar pritet të keni fat dhe t'i gjeni zgjidhje të gjitha atyre pengesave që ju kanë dalë gjatë kohëve të fundit. Planetët do të jenë në anën tuaj. Demi. Do të mundoheni me sa të keni mundësi sot të rregulloni të gjitha mosmarrveshjet që kishin lindur me partnerin tuaj. Do të ndiheni edhe vetë më të qetë. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë nëse duan që të gjejnë personin e duhur. Shikoni mirë kudo që do të shkoni. Duhet të ndërmerrni një strategji të re për të menaxhuar financat sepse sot ato do të jenë paksa delikate. Mos I lini të marrin ta të pjetën. Binjakët. Nën influencën e shumë planetëve, jeta juaj në çift do të jetë e bukur dhe e ngrohtë. Disa do të mendojnë ta çojnë edhe më tej lidhjen dhe të marrin vendime mjaft të rëndësishme. Beqarëve do të plotësohet dëshira për të bërë sa më shumë takime. Njëri prej tyre do të jetë më I veçantë nga të tjerët. Tregohuni pak më shumë të matur me financat, edhe do të largoni rrezikun që ju kanosej. Gaforia. Do të jeni me këmbë në tokë dhe më të ekuilibruar gjatë gjithë kësaj dite. Kjo do t'ju krijojë mundësi të ndiheni rehat dhe të lumtur. Shprehini sa të mundni ndjenjat. Beqarët do të përdorin së tepërmi aftësitë e tyre joshse dhe do të bëjnë për vete cilin do që do të duan. Bëni pak përpjekje për të stabilizuar buxhetin sepse nëse e lini pas dore, nuk do t'i keni punët mirë. Bëni kujdes. Luani. Yjet do të jenë mjaft të favorshëm sot në jetën tuaj në çift. Ata do të bëjnë çmos që ju të qëndroni larg konflikteve me njëri tjetrin dhe të dhuroni sa më shumë dashuri. Yjet do të bashkëpunojnë për t'i krijuar beqarëve kushtet e favorshme për të krijuar një lidhje. Përfitoni. Financat nuk do të jenë shumë të stabilizuara. Nëse vazhdoni ende me shpenzimet, mund ta keni punën pisk. Virgjëresha. Planetët janë ata që do të ndikojnë së tepërmi në jetën tuaj në çift. Do joshni së tepërmi partnerin dhe do të bëni gjithçka në mënyrë që ai të ndihet sa më mirë. Edhe beqarët do të jenë sharmant. Duhet ta dini se kjo ditë do të jetë e favorshme për lidhje serioze sesa për aventura kalimtare. A jeni ju gati për këtë? Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni më shumë rreziqe se sa duhet, sepse mund t'ju krijohen probleme. Peshorja. Klima në jetën tuaj në çift do të jetë mjaft e ngrohtë dhe ju do të tregoheni më realist se sa kohët e fundit. Kjo në fakt do t'ju hap më shumë syt dhe do t'i mendoni gjërat më mirë. Beqarët nuk duhet të joshin përtej limiteve, sepse në vend që të gjejnë atë që kërkojnë, do të marrin një nam të keq dhe do ta vuajnë së tepërmi. Kujdes me shpenzimet e tepruara, nëse nuk doni të çekuilibroni buxhetin tuaj. Akrepi. Nëse jeni në çift, marrëdhënia me partnerin mund të kalojë një ditë paksa të vështirë. Mos u viktimizoni sepse në këtë mënyrë do ja ngrini edhe më tepër nervat atij. Mos u viktimizoni sepse në këtë mënyrë do t'ja ngrini edhe më tepër nervat atij. Nëse jeni beqar, do e bëni për vete ato që dëshironi dhe ai nuk do të mund t'i rezistojë dot. Më në fund, shmangni operacionet e ndërlikuara financiare, nëse nuk doni që financat të dobësohen ndjeshëm. Ditë e pafavorshme. Shigjetari. Ju që jeni në çift do të zbuloni tek partneri juaj thesare të pazbuluara të cilat do t'u ashtojnë dëshirën për të qenë sa më shumë afër tij. Fal mbështetjes që do t'ju japin yjet gjatë ditës së sotme, beqarët do të kenë mundësi të takojnë personin e ëndrave. Mjedisi ujor do t'ju ndihmojë të ekuilibroni buxhetin dhe të ndiheni më rehat. Tashmë mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Bricjapi. Kujdes nga qetësia në jetën në çift sepse mund të jetë armiku juaj kryesor.
Besojini planetëve të cilët ju këshillojnë më tepër komunikimin. Do të bëni çdo gjë që klima në lidhjen tuaj të ngrohet. Beqarët do të jenë shumë kapricioz dhe asnjë nga takimet që do të bëjnë nuk do t'u ambush mendjen plotësisht. Duhet të tregoheni më të matur me financat që situata të mosmartët atë pjetën. Ujori. Edhe pse nuk do të ndiheni shumë mirë gjatë kësaj dite, kjo nuk do të ketë pasoja në lidhjen tuaj. Mjedisi ujor do të përforcojë marrëdhënien që keni krijuar dhe do të sjellë mjaft lumturi në jetën tuaj. Atmosfera do të fillojë të ngrohet mjaft. Beqarët do të jenë fizikisht në formë mjaft të mirë edhe do të tërheqin pas vetes mjaft persona. Sektori i financave nuk do të përbëj problem dhe gjithçka do të jetë mjaft e stabilizuar. Peshqit. Ju që keni krijuar një lidhje nuk duhet të ngatëroni ndjenjat me jetën profesionale, sepse do të përballeni me debate të mëdha. Sharmi juaj i veçantë do të bëjë për vete shumë persona gjatë kësaj dite. Do të koleksiononi zemra dhe në fund do të bëni zgjedhjen e duhur. Ditë mjaft e mirë për planin financiar. Do të përballeni pa frikë me problemet që keni patur dhe do të vendosni qëndrueshmërinë.